Një ditë e zakonshme e skenaristit Roland Gjosa. Mëngjesi fillon me blerjen e gazetës për të mësuar të rejat e fundit. Informacionet që merr nga shtypi e ndihmojnë për skenarët e dokumentarëve të ciklit Heronjtë e Shqipërisë. A do të ketë sot ndonjë ngjarje interesante? Në kafenen e preferuar, i shijon më tepër leximi i gazetës. Pas faqeve të mbushura me fakte, i tërheq vëmendjen një shkrim me një fotografi që i bën mjaft për shtypje. Një shqiptar me emrin Sajmir është takuar me papën në Selinë e Shenjtë në Vatikan. Pse e ka ftuar papa këtë njeri? Kush është Sajmir Maloku? Rolandit i lind dëshira e kërkimit. Sajmir Maloku është inxhinier elektronik, 56 vjeç, i martuar me 2 fëmijë, banon në Tiranë. Një nga ritualet e tij të përditshëm është vizita te shtëpia e vjetër, takimi me nënën. Ajo banon në një rrugicë në qendër të Tiranës, që i thon Tregu i Çamëve. Sajmiri për herë bën kujdes që të mos shkojë duar bosh. Ka merak të blej ato gjëra që i pëlqejnë më tepër asaj. Kërkon që ta kënaqë sa më shumë nënën. Takimi me nënën nuk është diçka e zakonshme. Janë çastet më të bukura për Sajmirin. Ai vjen te ajo të rrëfehet. Ka mjaft për të treguar. Është një dialog i ngrohtë midis dy njerëzve që duan shumë dhe kuptohen mirë me njëri tjetrin. Jeta e Sajmirit është e mbushur me raste të jashtëzakonshme. Ai është i pajisur me një dhunti të mrekullueshme. Ditë shpëtoi jetë njerëzish. Edhe sot i tregon nënës për ngjarje të ndryshme. Janë dhjetra raste që flasin për aftësinë e tij çuditëbërse. Ku qëndron e fsheta e këtij njeriu, të cilin shumë familje e quajnë shpëtimtar dhe e kanë bërë mik për zemër. Një nga këto familje, që nuk e harron të mirën që i ka bërë Sajmiri, është ajo e Qazim Herit. Zonja Fejzie e pret gjithmonë si njeriu në shtëpisë. Vetë mashin qik, zot Qazim qike. Ja shok pa qefësh. Ngjarja ka ndodhur 14 vjet më parë. Në një dasëm, i zoti i shtëpisë Qazimi bie pa ndjenja dhe nuk përmendet për një kohë. Të gjithë e marrin për të vdekur. Një rast i rrallë. Proteza i ka ngecur në gryk. E ai që e shpëton është Sajmiri. Pas asaj ngjarje bëhen miq, shkojnë e vinë te njëri tjetri. Qazimi është rënduar kohët e fundit. Verbimi nuk e lejon të shikojë mikun. Sëmundja ja ka dobësuar kujtesën. Shpesh Sajmiri punon vullnetarisht për hobi në një servis televizorësh te rruga Myslimshyri. Me mikun e tij të vjetër, Haki Elbasani, ai jo rrallë kujton atë historinë absurde që u quajt çështja e kanoçeve. Sajmirin unë e njoh si njeri shumë i afrueshëm, shumë i komunikueshëm dhe respektueshëm për shokun dhe njeri shumë human nga ana e zemrës. Është njeri me zemër shumë të bardhë. Sajmir Maloku ka mbaruar fakultetin në vitin 1976 dhe ai është dënuar për këto 2 kanoçe, që sot po ti shohësh është një absurditet. Vetëm për agitacion propagandë të kryesh domethënë për këto 2 kanoçe. 10 vjet është një gjinat e madhe. Kanoçet që shërbenin për të kapur stacionet e huaja u kthyen në burg për Sajmirin. Maringlen Çukaj është një nga djemt që ai ka shpëtuar nga vdekja. Geni ka sjell një televizor për të riparuar. Kjo pikë servisi është bërë për Sajmirin një vend takimi me të njohurit. Sajmir, hajde të shkoj. Me bie televizor 577. Baba, që bëhet? Mirë. Që bëhet? Mirë. Ha, na shtëpi e mirë? Ciao. Hajde, ja. Ciao. Televizori aty? Për shumë nga miqtë e tij Sajmiri punon pa pagesë. Në mjaft raste ka riparuar 16 apo 18 televizor në ditë, po familjeve të varfra nuk u ka marrë lek. Personazheve të historive të tij si Maringleni ja ka bërë falas riparimin e televizorit. Fjala mik për Sajmirin është një fjalë e shenjtë. Agim Elbasani është një nga pronarët e firmës AEG Servis Televizor. Ai është një nga miqtë e vjetër të Sajmir Malokut. Sajmir Maloku vjen punon këtu në servisin ton, në part-time, ku shërben klientave të tij. Të flasësh për cilësitë dhe karakteristikat e Sajmirit, më duket se është pak e nevojshme sepse ai është
njëri tepër human dhe tepër korrekt. Si me klientët të tij cilëve ai u shërben falas, po edhe me klient e servisit tonë. Megjithatë unë Sajmiri e njoft që në moshën fëminore kur Sajmiri vazhdonte fakultetin, se për fat ka mbaruar bashkë me tim vëlla. Dhe momenti që ne në atë periudhë na ka bë përshtypje ka qenë momenti kur Sajmiri u dënu nga regjimi më pashëm, kuptohet për një moment fare absurd, para ato të famshët kanoqe, të cilat Sajmiri nërmjet tyre u jepte atë pak kënaqësi në atë kohë familjeve shqiptare me atë televizorin bardhë dhe zi, kuptohet që edhe ato me autorizim, por që ne na shokoi me momentin e dënimit të tij. Sepse jo vetëm Sajmiri, por edhe familja e tij ka qenë një familje tepër korrekte dhe tepër dashamirëse me tërë komshit. Kështu që të njëjtën gjë ai e reflekton edhe mbas dënimit të tij, edhe këto vite të demokracisë ai vazhdon të punojë po me të njëjtën humanizëm, cilën e ka karakterizuar vazhdimisht figurën e Sajmir Malogut. Sajmiri është bërë edukator për Maringlenin. Shëtisin bashk, takohen me miq. Sajmiri takon shokun e vjetër Sotir Qiriaqin. Kam shok fëmijë, shok bange, njëri shumë i mirë, familje shumë i mirë, me një baba shumë të lartë edhe me një zemër të jashtëzakonshme. Ditën e Shën Valentinit, te liçeni ndodhi një ngjarje. Filloi si një lojë midis shokësh. Geni piu një sasi të madhe konjaku dhe ra në koma alkolike. Në këtë vend e pa vdekjen me sy. Ulemi me shokët në këtë tavolinë që jemi tani dhe bëjmë kushpin me shumë konjak. Një bas rreth shokëve, rreth tavolinës. Unë filloj duke pi gati afër 1 kile konjak. Marrë shishën e parë, të dytën, duke e marruar. Çohemi nga tavolina, ikim rreth afër digës. Aty kam ndetur gati 5 minuta në këmbë dhe gjë tjetër s'maj mend. Vetëm më ka dukur vetja në spital në një korridor të gjatë. Nuk e di se si mu dukte vetja. Më vonë ma kanë treguar shokët historinë. Pastaj ja di për faleminderit Sajmir Malokut që shpëtoi jetën, është shmik i familjes, e ka derën të hapur gjithmonë në shtëpinë tonë. Ka shpëtuar jetën. Ditën e Shën Valentinit që kam ditën e fesës time me shoqi, kishim dalë dënë për xhiro këtu, kur shoh një djalë të rrëzohet tek shkallët tek diga, tu pranë. Edhe ndërhyj aty, një të shkonjë ta marrë këtë djalin. Ky ishte fut gjua, ishte fut më në ngryp, me zorri kam qitë atë gjuhën, pastaj e hypa me një maqinë të ndërhyrës shpejt, ndihmuar edhe nga 7 forcat të ndërhyrës shpejt, e nisëm drejt spitalit. Gjatë kësaj kohe unë i futësha ujë, i kam bërë rreth 10 lavazhe, për arsye se më thanë shokët e vet që ka pi një dozë shumë të lartë don konjaku, e dija që kjo ishte shumë e rrezikshme, don 90% e jetës të tij djali ishte afër vdekjes. Atëherë duke bërë rreth 10-12 lavazhe, duke që gjithë ato pijen, unë arriti ta qis jashtë Shërziu këtë djalë. Unë të kohë ishte si me thonë gjykatësi i vdekjes së jetës të djaloshi 16 vjeçar, sikur ishte djali im. Rolandi kërkon të mësoj sa më tepër nga Sajmiri. Rastet e njerëzve që ka shpëtuar i sjellin histori dhe personazhe mjaft interesante. Njëri prej tyre është ai i Pandelis Sterios, që u helmua me alkol metilik në burgun e Spaçit. Vend ujë piu këtë alkol metilik, edhe ra në gjendje kome. Edhe mjekësia thot, po të pi 50 gram, vdes, 95% është vdekje sigurt. Ky çarboni tash unë çarboni ndërhyra për një herë, e di që këtë rast i bora lavazhe vuna hinkën e asajt, hinkën e maqinës si hudhet naftë, i futa në gojë, i futa ujë me sapun, edhe si përfundim bora lavazhin, 12 herë lavazh, e varsha prej kamën, për dorë, ndihmoj shokët, dhe me boblën e oksigjenit i fuça oksigjen gojë. Atëherë çfarë bëna më sa e pas që ti po i bite pulsi,
Një ta marrë e qohë të kutijën ndihmë shpejt, aty ndihmës mjeku nuk ishte aty në atë kohë. Një ta shpërthy kutijën ndihmë shpejt. Një të marrë 2 ampulla adrenalin dhe ja futë me shëring të madhe të serumit, ja futë direkt në zemër, ja futë në mënyrë që të rritë rrafi zemrë më të shpeshtë. Atëherë në të kohë masaj një të marrë shishin serumit, ja lidhe me tel minash, i gjithë damarin, një të futë serumin aty. Këta shokët erdhën me bombë oksigjenit, to shoqëruhet shumë deri ke ambulanca në kamp. Aty në kamp masaj e çunë në spital, dole jashtë rrezikut mëse në spital i futën gjakut të tjerë. Kush ka gjemë dëshmitar? Dëshmitarë kanë qenë rreth 50 veta, aty, Telata Golli, Qer Kavaj, Ylli Kondi. Edhe këto ndihmojshin gjatë kësaj kohe. Edhe si shpërblim, komanda e burgut propozoi, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e kësaj të punë e brendshme, mjekët gjithë propozon siç e rasti rrallë, që shpëtojmë një dozë kaq të lartë dhe falën mujtë e fundit të dënimit. Është në natyrën e skenaristit kërkimi i përhershëm për të qenë sa më i vërtet dhe i sakt në faktet që mbledh. Një nga dëshmitarët e kësaj ngjarje është Ylli Komti, sekretari i përgjithshëm i shoqatës të ish të dënuarve politik. Semi Malohu në vitin 1981 ka shpëtuar një burgosur politik Pandeli Stereo, i cili ai piu në burg ashtu një alkool metalik. Edhe ky sa mirë erdhi, i boni masazh për herë, i futi edhe ujë në rafët, se që bërë mas pak e mori kështu me barele çoi atje në komandë. Sajmiri nxjerr të gjitha fotografitë e njerëzve që ka shpëtuar. Ato janë shumë, në secilën prej tyre fshihet nga një histori e dhimbshme. Ato kanë hyrë me kohë në albumin familjar. Janë çastet më të vështira se ka rrezikuar jetën e tij, por edhe më të bukurat se ka shpëtuar 10 njerëz nga thonjtë e vdekjes. Për të rriturit është bërë vëlla, për të vegjëlit prind. Nuk ka gëzim më të madh për Sajmirin se sa ditët kur e ftojnë në festat e tyre familjare. Bashkim Lushka, nga Kavaja, i djegur 60%. Në Kavaj e presin shumë miq të vjetër. Familja e Fadil Lushkës ka një gëzim të veçantë kur Sajmiri vjen t'i shikojë. Kjo familje ka një dashuri të madhe për Sajmirin që tashmë është bërë pjesëtar i saj. Fadili ruan mirënjohje dhe respekt të thellë për këtë njeri që i ktheu djalin në jetë. Me këta njerëz e lidh një ngjarje të cilën do të na e tregoj vetë Bashkimi. Tu ishte veni kur unë bë aksidenti. Tu gjithmonë unë maja materialet e qiftës. Në atë a dite unë për fat hapa arkën, por kisha edhe cingarën në gojë. Duke hap kapakun mbi pushit cingarës në pjesën e barutit. Aty baruti ka qenë 4 kg, ka qenë plot me barut arka. As i marrë flak, unë nisë drejt ke fuqia ujtit. Qenë 2 fuqia, por kjo kishte më shumë ujë dhe u hudha drejt e mren. Fuqi. Dole nga fuqia dhe dole në salon, ke verandi, duke hapur qark. Duke lëviz nga djegja nuk po aduroje dot më. Në atë kohë erdhën të afërm, baba, vllezërit, xhaj, që dhën kurajën dhe lajmëruan infermierët, doktorët në spital. Kur erdhën në shtëpi, e shoh këtë që vite vërdall i djegja plot. Morën mbas urgjent për spital. Spitali Kavajës nuk ka majti, sepse ishte një djegje e plot, urgjent për në Tiranë. Në Tiranë, sa shkum në Tiranë, ishte doktor Resh aty, se s'ja maj me në emnët doktor Reshës, se e shtroj këtë muar në dhomën e vetë, dhe mësoj gjenja e djalit të shumë kritike.
Të nesërmen, Rolandi u ndodh në spital të pavioni i djegjeve plastike. Ai u takua me krye infermieren për parime se Itlari, e cila prej vite shërben në këtë pavion. 3 vjet më parë erdhi një smur i djegur bashkim nga Kavaja, 60% i djegur me barut. Mjekët nuk i dhanë asnjë shpresë. Erdhi një Sajmir Maloku për t'i bërë hizmet vullnetarisht në spitalin e djegje plastikës. Për 3 javë rresht, Sajmiri u përgjërua tek bashkimi, me masazhe, me ushqime, me të gjitha, me i fjalë sa kishte mundësi a i vetë, me i fjalë nga ana e vetë, dhe bashkimi në krye të 25 ditëve doli jashtë çdo rreziku që u habitën të tërë dhe mjekët që si ka mundësi. Këto ngjarje e lidhen Rolandin më shumë me Sajmir Malokun. Një të diel shëtisnin buzdetit ku Sajmiri filloi t'i tregojë një tjetër ngjarje. Shku një t'i dhanë dimën e shpejt, t'i djali, njerët nuk besoj që qa bëjë që unë, edhe i fusë edhe gjuri ke barku, dhe i fusë e gishtat me në ngryp. Pas sa e marë fëmin, edhe e qoj në qatërën teme, e mulim e peshqire, edhe fillohet i edhe që dhe firmare gojnë, dhe në të ko, mija fillohet t'japi shenjë jetë. Në Ndroq banon familja e Shukri e Lekës. Sajmiri e ka zakon që të mos u shkoj duar bosh miqve të tij, sidomos atyre që e lidhin me ngjarje të veçanta. Bledit, të cilin e ka si djalin e tij, ka menduar t'i dhurojë një televizor. Mirë se erdhët, Tomiri. Mirë se erdhe. Që është ndëruar se në kanë ndëruar, në shpëtove djalin. Urdhëroni. Ai nuk e di që i zoti i shtëpis nuk jeton më dhe pikëllohet. Gjen rasti ngushëlloj me fjalë të ngrohta që gjithmonë japin shpresë. Me 14 gusht të 2001-shit, kështu ishte, unë shiqa lule shtridhe. Po nuk mund shkrisha vetë në mërat dhe qonin që kisha 11 vjeç me vete. Atë ditë shkova në Bregdet për arsye për të shit ma shpejt ato lule shtridhe. Unë sa kalova një 10 metra bregut, më thotë qunit nalë me shok, bja 5 minuta. Unë nuk ja prisha qunit e nalë qunin me, edhe kalova që t'ishe sa ma shpejt. Kur po një ore sa u vënova të u shit një ndark lule shtridhe, kur ktheva që të marrë qunin tani ku e lash, quni për moment ishte një grumull njerëzish, shef quni nuk më dëli quni. U ktheva ku quni më pyeta do gratë që i lash aty që të kujtohet për qunin tim për momentin, nuk ishte. Kur del Sajmiri 10 metra më sipër, po spjegot e njerëzve kështu. Qunin e kishte marrë shqon spital në Durrës për një as 3 herë nuk u vënova unë, po sa kishte ra quni e kishte ra galibet fik të zemër. E kishte zit notar me kam. Edhe kishin situr, i kishin bërë frim marrje artificiale, kujdes se kishin bërë metodat e Sajmirit, i kishte fjala ishte përmend në spital, unë nuk disha gjë, pun 3 herë derisa shita lule shtridhet. Kur ktheva, Sajmiri thot mos u trem, unë mrat fikse, ku më se ku jam me të thënë drejtën. Më ka shumë edhe policë, urgjencësisht Sajmiri vet ke spitali. I çoni kur ku mbajtu, çoni sa me të thënë drejtën atë minutë ishte përmendur. Për mua ishte vdek ky çun. Zoti para e dëra Sajmir Malokut. Në njërën prej fotove të tërheqin sytë një 12 vjeçari që shprehin mirënjohje. Ai quhet Klodian. Atje në një zabel në fshatin Murqin në Fushkruj, Rolandi shikon Sajmir Malokun që pastron pemët nga barërat e këqija. Këto pemi mbollën bashkërisht në shenjë miqësie. Këtu banon familja e fermerit Preng Laska. Klodiani kërkon t'i tregoj Xhaxhi Sajmirit fermën e tij, lepujt të cilëve u ka vënë emra,
lopët që janë racë vendi dhe derin për të cilin ka një kujdes të veçantë. Morëm një varkë me shokët, duke shëtitur në përdet. Dhe pastaj kur u kthejmë, bëjmë disa xhire, kur u kthejmë unë hedha palën e mësuesve në det, dhe pastaj s'majmë në më tjetër. Kam pa vetën ke çadër Xhaxhi Sajmirit. U interesova nëpërmjet mësuesësh, e në shkolla u takova me Mirin. Miri më shpjegoi, mu tha kështu shoqë që do me djalë dhe erdhën policia ato, i pyeta unë e rrethun komplet tëna, komplet plazhi, mund ishim 400-500 vet aty. Mbledh bombë ting si më thon. Edhe duke e falendëruar këtë njeri, ato këtë plazhistat. Edhe bilis policia kishte desh të tentojë që se djali ka vdekur. Policia kishte tentuar me këtë si me goditë se pse merresh me i vdekur. Edhe ky më në fund me atë punimet e tij që kishte punoi djalin, domethënë duke i bën masazhe, gjana, fërkime zemra se çka ka bëu, se unë s'kam qenë i pranishëm. Kishte ardhur një jetë. Ai na dhuroi jetën e çunit, na falënderojmë mi dhon këtë çaptok. Ata shpresojnë që një ditë kjo pemtore e mbjell me moll dhe dardhë të jap frutet e miqësisë. Midis fotografive, Rolandi i tërheq vëmendjen portreti një djaloshi. Një ditë, Ervis Latollari kthehej nga plazhi me shpejtësi. Tek një kthes humb kontrollin dhe bie në një rrëpir. Fatmirësisht në ato çaste u ndodh aty Sajmir Maloku, i cili i dha menjëherë ndihmën e parë. Madhe, dhe kam shkuar vetë i parë atje, i kam dhënë ndihmën e shpejtë, duke qitë gjuhën, duke bërë masazh, dhe si përfundim asaj me 10 vetë tjerë, e morë hypë maqinë dhe e çum në spital. Ervisi banon në lagjen Brak në Tiranë. I shtyr nga kureshtja për të njohur nga afër këtë djalosh, Rolandi i bën një vizitë në shtëpi. Ervis, si ndodhi aksidenti? Mund t'i kujtosh ato momente? Moment, po visha nga ka qenë data me 7, korrik, po visha nga Durrësi, ishim me shokët. Si quna trim, amator kështu, na mëlsohet gazi, e duhet shpejt. Aty rreth ke honi babës është i kthes e fort. Ty u maj kolibrin, e ne dole ashturës. Ty mas ne s'majmen më gjë. Po me, si që më thanë shokët se kishin qenë cipër ka të buzi, ke ura, thanë që erdi një burr, Sajmiri, që a i të majti trupin drejt, tha, a i tha frymari ke goja. Kaj, s'majmen, më vetëm kër e kam parë në spital, s'majmen më në gjë. Mase është interesuar, ka ardhur në shtëpi, kam ndihmuar, ka pyetur, është interesuar më tepër si vëlla. Ky djalosh, që ka nxjerrë një mësim të madh nga gjithë kjo histori, vazhdon t'i tregoj Rolandit për cilësitë e veçanta të Sajmirit. Një ditë humanistin Sajmir Maloku e gjetëm duke i shërbyer një fëmijë të djegur. Ai e ka zakon që të vijë vullnetarisht dhe të shërbejë të sëmurëve. Në qendrën e transfuzionit të gjakut, ky njeri vjen vazhdimisht. Në këtë kohë krize, kur gjaku është kaq i kërkuar, Sajmir Maloku është dhurues vullnetar. Në morinë e fotografive, ajo që bie në sy është vizita e familjes së Sajmirit, e Fatmirës, Klevit, Redianit, në Selinë e Shenjtë. Ftesa e papës, dërguar Sajmir Malokut, ishte një nder, jo vetëm për të, por për tërë popullin shqiptar.